Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 22. Data 22, ditë të hënë, një ditë shumë e rëndësishme mbi atë çka kemi, mbi atë çka duam të ofrojmë në punë, në karrierë, në dashuri dhe jo vetëm. Data 22 sjell çështje të rëndësishme kozmike, sidomos në lidhje me ka të bëjnë me punën dhe jo vetëm. Kemi diçka që ka të bëjnë shumë me hënën në peshore, pozicionin në ndikimin me diellin në gafore, ndërkohë që Mërkuri futet në gafore. Nga dreka është një ndikim shumë i madh dhe një mundësi që mund kemi në lidhje me punën, lidhje me karrierën dhe me ndryshimet që vijnë. Është gjithashtu një ditë që sjell në rrugtimin e vet disa çështje të lëna pezull, disa çështje që kanë bënë edhe me anën ekonomike nga një anë, por dhe anën e punës dhe të karrierës në anën tjetër, sepse ndikimi që kanë bënë, mirë do ishte ditën e sotme të bëjmë një përmbledhje nëse kemi mundësinë që të mos bëjmë blerje të nxituara. Nuk është koha për blerje të nxituara, por është koha për të bërë një resume të gjërave, një përmbledhje të çështjeve ekonomike financiare, ku jemi, çfarë na duhet dhe çfarë kemi më të domosdoshme që neve të bëjmë blerje. Por jo më tepër se gjërat që të blejmë sot, që të përdorim për mot, është një problem shumë i madh, sepse aty ndodh disa ndryshime, ndikime që nuk janë aty ku duhet. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën dhe pozicionimin e planeteve, është një mundësi shumë e mirë, është një kohë që do të ndryshojnë shumë gjëra në fushën e ndryshimeve të ekonomike financiare, por gjithashtu edhe diçka shumë të rëndësishme në anën tjetër. Para se të fillojmë me parashikrimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, kësaj dite të hënë, unë ju kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për parashikim të detajuar, atëherë kemi astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithë çka ju intereson. Duke shkuar tek sekretaria, atje pastaj mund të dërgoni mesazhin dhe flasim bashkë në Viber apo WhatsApp. Sidomos juve që jeni jashtë ose në Shqipëri, ku diun mund të dërgoni edhe nëpërmjet emailit dhe neve kontaktojmë për gjërat që juve dëshironi. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e ndikimeve dhe të ndryshimeve, që do thotë shenja e dashit. Për ju të shenjës së dashit do duket se ka të bëjnë në lidhje me çështjet ekonomike financiare, në lidhje me disa vendime shumë të rëndësishme që mund të merrni ose disa gjëra që janë mjaft pozitive për juve të kësaj shenje. Duket gjithashtu në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, është koha më e përshtatshme dhe më e mira e mundshme e që ndonjëherë. Por në anën tjetër mund kemi disa probleme të vogla në fushën e karrierës, por mund ta zgjidhim nga dreka. Është një kohë shumë e përshtatshme sepse mund të mos bim në ujdi për atë që neve kemi apo duam, por në çështjet e tjera është ndikimi dhe favorizimi më i madh i që ndonjëherë. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm të diçit parë, me ujor të diçit tretë është perfekta, edhe pse një gabim i vogël është bërë me peshk të diçit të parë, por gjithsesi gjërat rregullohen, stabilizohen. Dhe jo vetëm, por keni të bëni shumë dhe me një çështje që ka të bëjnë me bisedime të rëndësishme në kohën e duhur. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që stabilizon dhe kurorëzon me sukses shumë gjëra, si në lidhje me punën, si në lidhje me një çështje ekonomike financiare, ka të bëjnë tani tutje, ku është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm i stabilizimeve dhe gjërave konkrete që kemi, që këta janë të shenjës së demit. Dhe të dashur të 30 ditë që keni të bëni shumë me punën aktuale dhe një gëzim shumë i madh në familjen tuaj. Duke pasur parasysh ndikimet dhe mundësitë që ju keni, është një ditë që është ditë e paharrueshme dhe me ndjeshmërinë dhe ndershmërinë. Kjo do thotë ndikime shumë të mira në fushën e punës, por jo vetëm. Sepse disa bisedime që keni bërë dikur juve dhe nuk është realizuar për një arsye apo për tjetrën, por nuk është faji juaj, nuk është ajo që ka ndodhur dhe gjeni të drejtën tuaj. Kjo është diçka shumë e madhe që do ndodhi. Dhe mundësi që keni nga tani tutje, përgatituni për gjëra të mëdha, sepse në çështjet e punës jeni ju pra janë të tjerët. Në çështjet shpirtërore, lidhjet afatgjatë që kanë bënë janë ndikimet më të mira që do thotë me ujor dhe me luan të diçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që simbolizon, starton dhe fillon nga tani tutje, që këta janë binjakët. Binjakët të dashur, nëse keni pasur probleme ose çështje ekonomike financiare, duket se çështjet për ditën e sotme, si ditë e hënë, janë mjaft pozitive, rezultate të shkëlqyera në punën tuaj. Një ndikim mjaft i madh, por një person që mund të bisedoni, mund vi nga jashtë ose të bashkëpunoni, do të thotë që
është një punë që do ta zgjidhni dhe ju jeni përgatitur në fakt për disa dokumenta që prisni për t'u larguar dhe është momenti juaj dhe koha ideale e që ndonjëherë. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshkët e 10 ditë parë, me peshorët e 10 ditë tretë është perfektja, edhe pse një problem i vogël që ka ndodhur është me virgjëresh të 10 ditë parë. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese dhe jo vetëm që ndikoheni shumë, keni mundësinë, keni kohën, keni ndryshimin, keni marrjen e vendime të rëndësishme, këta janë gaforet. Juve të kësaj shenje duket se keni të bëni me anën ekonomike financiare, keni të bëni me disa ndryshime, sepse dielli dhe mërkuri në shenjën tuaj do t'japi mundësi dhe kohë. Dita e sotme është një ditë shumë e madhe, diskutime profesionale, marrëveshje. Një diskutim i tillë do të forcojë lidhjen tuaj me çështjet e punës. Telefoni juaj ka për të marrë zjarr, do ta thosha unë, sepse disa takime që bëhen, ku janë takime mjaft pozitive, ku janë disa takime që kanë të bëjnë me ndryshimin e madh, me kohën që lidhen fenomenet ose çështjet madhore që juve keni, është një mundësi, është një periudhë, është një kohë shumë e përshtatshme mbi ndryshimet, takimet, bisedimet dhe jo vetëm. Gjithashtu një moment mjaft i rëndësishëm është ai i takimeve dhe të bisedimeve që kanë të bëjnë. Dhe momenti që juve keni është mundësi, është vazhdimsi dhe jo rastësi, po është diçka shumë e rëndësishme, se i jep një rëndësi punës dhe gjërave të tjera që do të keni. Tani tutje është momenti juaj dhe është periudha që vërtet do të ndikoheni në lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha financiare. Është koha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm dhe do të thotë ekonomi, do të thotë rritje në detyrë. Po është e mundur sepse tani ka ardhur koha dhe momenti të zgjidhni çdo gjë. Vijojmë tek shenja e radhës. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft surprizuese dhe të befasueshme, që këta janë luanët. Luat të dashur duket se hëna sjell disa lëvizje të papritura, që është një mundësi e mirë për të planifikuar në lidhje me punën tuaj dhe blerjen e një biznesi në mënyrë profesionale. Këta janë shumë ndikime të mira dhe zgjidhet me anën tuaj, zgjidhet me mundësinë, zgjidhet me kohën, zgjidhet me ndryshime të mëdha dhe jo vetëm. Është një nga periudha më të mira, sepse duke pasur parasysh anën ekonomike financiare, duke pasur parasysh një nga ndryshimet më të mëdha që kanë të bëjnë, por dhe ndikimet e tjera që do të vinë, është një moment shumë pozitiv dhe tepër ideal. Në çështjet që kanë të bëjnë me dashurinë e munguar, do thotë me ujor, do thotë me den, do thotë me akret të 10 ditë tretë. Ku më mirë që juve të keni mundësinë, keni rëndësinë dhe lumturinë mbi atë çka kërkohet dhe duhet. Vazhdimësia duket jo vetëm mbreti gjithçkaje, por është mundësia për të nisur gjëra të reja. Një ndikim shumë i madh, një dokument që mund ta merrni, do keni gëzim të madh në familjen tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani mjaft ndikuese, që këta janë virgjëreshat. Për virgjëreshat duket se ndikimet që kanë bëjnë, nuk diskutohet se dita ditës ofron stabilitetin dhe ndihmon të merrni vendime të rëndësishme në çështje ekonomike. Dhe këto vendime, sepse është Mërkuri në ndikimin më të madh, një ciklin tuaj profesional dhe objektivat dhe mundësit që juve keni, disa çështje të lëna pezo që duhen zgjidhur, i zgjidhni nga sot drejt Mërkurën. Është momenti dhe mundësia më e mirë e mundësia e artë, sepse guvernatori juaj Mërkuri u jep mundësinë dhe kohën e duhur mbi ndryshimet, mbi vendimet që do të merrni tani tutje. Janë vendime historike dhe koha tregon që jeni me shumë fat në këtë aspekt. Në dashuri, duket se me peshk të 10 ditë tretë është ndikimi, favorizimi më i mirë i që ndonjëherë. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani. Do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe fitimprurse. Një shenjë ajri që do thotë shenja e peshores. Peshore dashura, nëse juve keni pasur probleme në lidhje me punën tuaj ose lidhje në çështjet aktuale që keni tani në dorë, po vjen një moment mjaft ndikues dhe rrezatues për atë çka bëni, për atë çka jeni, për atë çka doni dhe ku doni të shkoni. Është mundësia, është periudha dhe ndikimi më i madh. Dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi në çdo aspekt që juve keni të punës, të karrierës dhe të ndryshimeve. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me bricap të 10 ditë parë, gaforet të 10 ditë tretë, pregatituni. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që zbaton ligjin, zbaton mundësinë dhe jo vetëm. Ajo çka do të keni është veprimet të ndikuara nga e kaluara, si do thot punë, do thot një vend pune shumë të rëndësishëm dhe rol drejtues.
kujdes këtu në rol drejtues, sepse juve keni të bëni në anën tuaj më të mirë të mundshëm, që do të thotë akrepi. Akrepët kanë mundësinë dhe kohën, sepse nevoja për të hequr qafën një herë e mirë dhe për të bërë ballë dhe për të kaluar gjithçka ndikime që keni pasur në të kaluar. Dhe kjo ditë ka të bëjë shumë me ekonominë. Dhe jo vetëm kaq, por disa biznese, disa mundësi që do të keni dhe vazhdimësia, bashkëpunime do të jenë të ndjeshme. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi në punën tuaj. Përgatituni, sepse një lajm shumë i mirë që e merrni, në një padrejtësi që është bërë për juve që keni bëni shtet privat. Po, është e mundur, është mundësia tani. Bëhet fjalë për prona, bëhet fjalë për gjëra të mëdha, do më kujtoni, ka diçka shumë të madhe nga tani e tutje. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft të zjarrt dhe mjaft ndikuese, që këta janë shigjetarët. Shigjetarët e dashur, duket se kjo ditë është një ditë që ju dhuron kënaqësi, lumturi, mundësi, rëndësi dhe çështje me mes miqve që do të keni mundësinë në lidhje me një çështje ekonomike financiare për ta zgjidhur. Dhe mbështetja juaj nga të tretët janë të disponueshëm, sepse vlera juaj ka një ndikim shumë të madh në vazhdimsi dhe jetgjatësi në kohë, në punë dhe në karrierë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me binjakët dhe ditët e parë, përgatituni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë shumë ndikuese, rrezatuese dhe mundësi të arta që vijnë, që këta janë bricapët. Por ju që se bricapëve duket se ka të bëjnë edhe me anën e pozicionit të planeteve, në një mundësi shumë të mirë mbi zhvillimet dhe ndryshimet dhe koha e duhur për nisma të reja. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim, sepse gjithmonë jeni një hapar se çfarë ndodh. Gjithmonë dini shumë mirë mbi takimet që juve bëni, mbi bisedimet që ju vijnë dhe koha tjetër që është përshtatshmëria ose disa gjëra tjera që do jenë mjaft ndikuese në anën tuaj dhe pozicionimin e planeteve që ju jepet mundësi dhe kohë e duhur për nisma të reja. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshorët e ditës së parë, me dëmtë e ditës së tretë, përgatituni për gjëra të mëdha. Sidomos fejes ose bashkëjetesë, sepse një pasardhës pritet të vijë. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që pozicionohet mjaft mirë në lidhje me ndryshime, në lidhje me punën tuaj dhe entuziazmin e madh që do të keni dhe arsyeja është të ndihmoni dhe të arrini në çështje të rëndësishme të tretët që ju ndihmojnë, që këta janë ujorët. Ujorët e dashur është mundësia dhe koha për nisma të reja. Vendime të rëndësishme do të merrni nga tani e tutje. Është koha juaj, është momenti më i artë i që ndonjëherë për gjithçka juve interesoni, për gjithçka juve dëshironi, e keni një trokitje dhe juve e fitoni, sepse të drejtën tuaj nuk ka mohon kush asnjë. Dhe ndikimi më i madh që është pozicionimi i planeteve në anën tuaj dhe në mundësitë e arta që do të keni. Dhe kjo do të thotë mundësi dhe vendimarrje në çështje të rëndësishme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Dem dhe me Akrep, ka ndikime fantastike. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft entuziaste, tek një shenjë që vërtet ka të bëjë shumë në lidhje me çështjet e mëdha ekonomike. Dhe kjo ditë është e përshtatshme për të hequr qafet në problemet ekonomike dhe jo vetëm kaq, për të llogaritur mundësinë dhe kohën e juaj që keni. Hëna në peshore, sjell mundësi, sjell kohën, sjell gjëra nga më të mëdha, që këta janë peshqit. Peshët dashur është mundësia dhe momenti mbi gjithçka ju doni, përgatituni. Është kohë mjaft e mirë dhe surprizuese për çështjet mëdha që do të keni. Të 30 ditët ka një moment shumë të artë me germa shtypi. Do të thotë punë, karrierë dhe e drejta ime triumfon. Le të flasë të tretët pas krave, le të merrni informacione që këtu të futen këtej t'u dalin. Mos e mbani për brenda, që juve të shpërtheni veten tuaj, të shpërtheni atë çka keni, miqtë juaj të mërziten për gjëra që nuk janë të vërteta. Është ndikim shumë i madh, prandaj e them të madhe, bini pas, mos e lini pas dore. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëmtë të ditës së parë, me shigjetarët e ditës së tretë, është diçka perfekte. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite të hënë, kësaj fillim jave të datës 22 qershor të 2026. Nëse dëshironi parashikime të detajuara, pikërisht është faqja roz astrologu.al. Ku do merrni shumë informacione pafund, sepse kemi filluar fuqishëm dhe në jo vetëm kaq, por edhe shumë gjëra të tjera do t'i merrni vetëm atje. Dhe tu neve ju themi që po çdo gjë është në dorën tuaj. Dhe duke klikuar, shikuar dhe nëse doni parashikim personal, atëherë në email, poshtë sekretaria dhe pastaj mund të flasim bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Në një orë vulla, më të mirë një oroj.